O, sa ngrot që nga këtu? Me sot me dru. Jo. Ti heq këpucët? Jo, mos i. Në ti heq apo jo? Jo, mos i. Po do brenda se makinë ke jam. Mos i kërcë. Ka shkelur balta i, prandaj do t'i heqi. Thashu ty të rinjët i prjashta. Eja dhe ti këtu. Po, unë do bëj kafe. Po, eja se do Nuk do kafe, be. Jo, nuk më pijet kafe, s'ka gjë. Nuk do një kafe. Jo, nuk dua kafe. Mos e vrit mendjen. Eja ulu ç'ke? Në çik raki? Beja deti, po. E kam me ngjyrë. Me ngjyrë? Mirë, ma e pak raki ta provoj. Unë nuk e pi shabar rakin, po Jo. s'po ja prish qetin se... Shiqyr që nuk e pi se nuk të hyn punë. Ti ke padur në një çik qef alkooli? Po. E ke padur qef, ë? Kam pasur, ka qenë koha që unë ishe i detyruar ta kishe qef. Kam një episod kështu, një ndodhi në atë kohë kur filluan këto firmat piramidale. Më thot njeri, ore ka hapë Rapush Xhaferi, tha një firmë, tha qonë, tha 10.000 lekë dhe merë 30, tha. Ky, mase, tha shumë. Rapush Xhaferi në atë kohë, më pristet e shkallët mua, se ishe në SMT, më pristet e shkallët, është se do ma japësh një kafe në karbonat? Dhe unë thashun... Pra njeriu që të thoshte ty do m'japësh një kafe? Arriti që të shkonde deri këtu dhe unë kesha, thashun nasim mënyrë dhe nuk qoj lekë të Rapush Xhaferi dhe. Sepse e kam njohur, thashun, në këtë forum, po ja themi dhe. Edhe Rapush Xhaferi u bëti figurë kryesore në Lushnjë. Krijoi firma, u mblodhën shumë lekë. Jo shumë. Ty po dalë këtë që e keme më shumë, mua pak sa të bëjnë që gëzuar me ty. Se pastaj unë do t'a përfundoj gjysmë tap intervistën. Po në atë kohë, ky personazh Rapush Xhaferaj ishte ka pas nga Ka firma qenë shefi i llogarisë SMT-s. të SMT-s. Pastaj më vonë Ti nuk hodhe kur para tek firmat piramidale. nga fundi kam hedhur te populli. Sa para hodhe? Mban mend? Po rreth një 3 milion lekë, po. 3 milion lekë? Po në atë kohë kisha mundësitu, se unë punoja me traktor, edhe me traktor bashkë. Bëje para. Edhe unë mbas 3 muajsh ato i kam marrë atë lekë. More të gjitha. I kam marrë të gjitha. Pra ti nuk humbe asgjë. Nuk humba, po të tjerët humbën. Të tjerët humbe. Ata që futën më vonë, humbën. Po kur më thua që e kape nga fundi, kishte filluar ky mosbesimi i firmave piramidale? Ala në atë kohë nuk është filluar. Ala nuk është filluar. Po, në fillim, ata që futën në fillim, më lodhën lekët, sepse që një fjale Saliu që tha që lekët e shqiptarët janë të pastra, këtu vëshyën të tërë ata. Shqitën shpijat, është në ti. Nuk çak patën lekë i grumbullon të Rapush Xhaferi dhe tek firma Bashkim Driza, populli. Çfarë tha bashkëshortja? Në atë kohë të fyenin në qoftë se nuk çoja lekë. Çfarë thua? Po more, ç'a bën thoshin? Tani po të më pyesësh tani. Ju them unë atyre çfarë bën. Sepse e kalova atë ciklin. Do të thënë arriti deri në atë pikë sa që ti ishe i çmenduri që nuk hidhje para aty. Po. Edhe ai më mbushi mendën se më dha lekë mua. Më dha dy fishin. Fillimet e demokracisë, 93, 94, kur u shpërbën në bet bujqësore, mua kishem çunin e mesëm këtu unë, sepse kishe marrë një ekspuls në Greqi dhe rrinte si mi këtu fshehur, edhe thoshte, nuk vetë do të se më fusin burg atje. Edhe mbollëm sa grurme. Bëm një 600.000 grur, po nuk e tregtonje dot. Nuk e merrte kush. Nuk e merrte kush, se duhet të ishte koordinatori shteti që ta bënte një rregullim të tillë, që duhet ta rregullonte këtë. Merrte tregtari me
Vinjin ata e merrshin me 20.000 lekë talin e gruajve. 20. Pastaj u tërhoqja sepse shpenzimet nuk përballohen dot në dysë. Pra edhe ai që ka Kështu mirë, që ti ja kupton ati që nuk e punon tokën, por ama dhimbja është aty. vinja është më. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.